dhe i shet në tregun e fshatit. Kaq e thellë është nevoja për transformim dhe kaq i thellë duhet të jetë mirë kuptimi për sfidat dhe si rrjedhoje dhe këmbgulja që çdo ditë ne ta bëjmë një hap të vogël përpara. Çdo ditë ne ta bëjmë një hap të vogël përpara. Ne kemi bërë shumë hapa përpara sepse nuk ka nevojë për të pasur një memorie shumë të fortë për të kthyer pas edhe për të kujtuar se si thereshin baktit në rrugë. Gjithë ata që kanë kaluar nga kthesa e Kamzës, me siguri e kujtojnë që aty ishte një kthes gjaku, në mënyrë jo metaforike. Literalisht aty rrifte gjaku i baktive nën rrotat e makinave dhe baktit thereshin në natyrë, trotuar. Sot kjo pamje është e paimagjinueshme. Sot është e paimagjinueshme që të mendosh që kur shkon për në Shkodër, apo kur shkon për në Vlorë, apo kur shkon për Gjirokastër, rruga tjetë mbushur në dy anët me tezga që shesin në anë të rrugës kombëtare. Pra, transformimi i këtyre viteve është shumë i madh në raport me ku ishim, por në raport me atë që na pret është i pamjaftueshëm. Dhe prandaj duhet të jemi shumë të vetëdijshëm për këtë. Dhe kjo kërkon angazhim në nivel vendor. Kjo kërkon që të gjithë bashkitë ta kapërcejnë, se tani reforma u bë vite, ta kapërcejnë atë kufirin e mentalitetit që bashkia funksionon në fshat si ndërmarrje komunale, që bashkia në fshat duhet të siguroj pastrimin, duhet të siguroj ndriçimin, duhet të siguroj infrastrukturën, duhet të siguroj shkollën Kopshtin Qerden, qendrën shëndetësore, por bashkia nuk ka lidhje me, ose duhet pastroj kanalet, duhet pastroj kanalet, pastron kanalet, shumë punë është bërë dhe në këtë drejtim nga bashkitë, por nuk ka lidhje me zhvillimin bujqësor, me zhvillimin elektoral, me zhvillimin rural, me agropërpunimin. Nuk ka nevojë për të shkuar në Spanjë ose për të shkuar në Poloni. Mjafton të shkosh në Greqi dhe të shohësh që çdo bashki ka ortakëri me privatët në struktura të turizmit, në strukturat të agropërpunimit. Është ortakë atje, bashkia. Edhe merr të ardhurën. Mjafton të shkosh në Itali dhe të shohësh që çdo bashki është pjesë e aktivitetit sipërmarrës së fshatit. Nuk ka në Itali asnjë nga qendrat e mëdha të grumbullimit që nuk është bashkia PAL ose nuk është bashkia komplet pronare. Bashkitë e fuqishme të Italisë në veri kanë të ardhura të jashtëzakonshme nga përfshirja në sipërmarrjen rurale, grumbullim, agropërpunim. Kështu që për këto çështjen e antarësimit do duhet të diskutojmë dhe do duhet të krijojmë një sistem pune. Tu është edhe drejtoria e SASPAK-ut, që është agjencia shtetërore kombëtare e koordinimit të ndihmës, quhet ndihmës, po në fakt e koordinimit të financimeve të huaja, dhe për këtë arsye do duhet edhe të ketë përmes akademisë, përmes Ministrisë së Pushtetit Vendor një informim
më aktiv nga ana juaj lidhur me mundësitë që janë për të përfituar nga fondet. Bashkimi Evropian dhe këtu është edhe ministria vetë, që është edhe krye negociatore, që do të flasë në seancën tjetër për masën e ekonomisë dhe të qeverisjes vendore në gjithë procesin e negociatave dhe në procesin e integrimit. Tani, në mbyllje dua të them që është koha të krijojmë një grup pune të përbashkët midis qeverisë dhe bashkive për të trajtuar të gjitha këto probleme dhe për t'i futur në vijë qoftë në aspektin regulativ, pra çfarë duhet që të bëj qeveria, masa, çfarë duhet të bëj parlamenti, çfarë duhet të bëjmë së bashku, këshillet bashkiake etj. Qoftë në aspektin e problematikave të natyrave të ndryshme që ju shikoni të arsyeshme të trajtohen. Dhe unë do propozoja që në këtë grup pune këtë grup pune ta drejtonte Ministri i Pushtetit Vendor, nga ana e qeverisë në këtë grup pune të ishte Ministri i Ekonomisë, ishte Ministri i Kulturës dhe i Turizmit, si dhe Ministri i Mjedisit. Ndërkohë që nga ana juaj të ishte kryetari i Bashkisë Lezhës, kryetari i Bashkisë Maliqit, kryetari i Bashkisë Shkodrës, kryetari i Bashkisë Imarës dhe kryetari i Bashkisë Durrësit, të bashku me një kryetare tjetër që s'kemi ku shkojmë pa e përfshirë këtu, kryetari i Bashkisë Roskovecit. Pra, Jerini, Gëzimi, Beneti, Evangjeli, Emiriana dhe Majlinda, gratë i lashë në fund, jo për garancia kuptohet, po s'mund të vija asnjë grua përpara policisë së shtetit, pastaj na hapeshin probleme. Janë përfaqësuesit tuaj në këtë grup dhe ky grup do duhet të trajtojë çështje specifike në drejtimin e Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Ministri i Pushtetit Vendor pastaj me opinionin e formësuar të grupit për çfarë do çështje do t'i drejtohet qeverisë për ndryshime në vendimet e qeverisë, për ndryshime në ligje, për nxjerrje urdhresash të reja dhe për krijimin e sinergjive të reja që lidhen dhe me atë që thash për shtetin sipërmarrës. Kështu që besoj që mund ta mbyllim këtu këtë seancë dhe pas një pushimi aktiv dhe rekreativ mund ta fillojmë seancën e diskutimeve konkrete për të gjitha këto fusha, duke përfituar dhe nga prania e disa drejtuesve kryesor që do të bëjnë referimet e tyre jo të gjata, por të domosdoshme, dhe pastaj do t'i hapet rrugë diskutimeve. Shumë faleminderit.